Edhe pse kanë kaluar vetëm pak orë nga hapja e televotimit, kurioziteti se kush do të largohet mes Valbonës dhe Laertit është tepër i lartë. Të vendosur në sfidë nga vëllai i madh për nominimin Kok më Kok, sondazhe të shumta janë hapur se kush do të largohet të martën. Dhe nga rezultatet paraprake, si asnjëherë tjetër më parë, si Valbona ashtu edhe Laerti kanë përqindje të barabartë votash për t'u larguar, 50% të votave Valbona dhe 50% të votave Laerti. Megjithatë, rezultatet ndryshojnë nga momenti në moment, ashtu siç ndryshojnë edhe dinamikat e lojës. Kujtojnë se këta banorë prej disa kohësh ishin një lojtar i vetëm, të vendosur në gjestin në një nga zarfat e valixhes së të ndimeve. Por prajmin e së shtunës, vëllai i madh i vuri para sfidës, nëse do vazhdonin si lojtar i vetëm apo do të ndaheshin. Por si dënim do të shkonin në nominim Kok më Kok. Por ndërsa Valbona zgjodhi të vazhdonte si lojtar i vetëm, Laerti nuk pranoi, duke shkuar në këtë mënyrë në nominimin Kok më Kok. Por pavarësisht të rezultateve, ajo që do të largohet është Valbona, pasi është produksioni ai që vendos. Laerti është konsideruar shpesh si një nga lojtarët e produksionit. Po ju, kush mendoni se do të largohet?